Pranë qendrës kulturore të fëmijëve Kujtim Alia Shkodër ka nisur faza e dytë e konkurrimit të bilbilave të vegjël të Shkodrës këndojnë. Faza e parë është zhvilluar në përshkodra dhe mbi bazën e kësaj përzgjedhjeje ka nisur faza e dytë. Fëmijët gëzojnë të drejtën të konkurrojnë me këngë që ata dëshirojnë, por organizatorët preferojnë që ato të përqendrohen te kënga shqipe. Kjo fazë do zgjas disa ditë, sepse marrin pjesë gjitha shkollat e Shkodrës dhe janë ndarë në bazë një kalendari ku zhvillohen gjatë paradites. Fëmijët konkurrojnë me këngë të natyrave të ndryshme, por ajo që ne preferojmë dhe që e kena theksuar edhe në platformën e cila i ka shku shkollave, preferenca jonë është që fëmijët të këndojnë shqip, sidomos kategoria e fëmijëve të vegjël, dhe mundësisht ndoshta edhe i kena drejtuar edhe mësuesit e muzikës që të përgatisin këngë të festivaleve, sepse kjo kategori duhet ta këndojnë atë këngë. Pra duhet t'i edukojmë ne fëmijët për të kënduar këtë këngë. Këngëtarja Ketlin Pjalmi është një nga pjesëtarët e jurisë, e cila si këngëtare e nisi karrierën nga bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë. Për mua është një privilegj i madh, por njëkohësisht edhe emocion edhe më i madh të jem pjesë e jurisë. Është një nga ato pozicione që s'e kam provu kurrë të bilbilat, un kam qenë konkurrente, prezantuese, po asnjëherë juri. Pa diskutim që ndihem shumë e privilegjuar që jam pjesë, por edhe emocionet për shkak të kujtimeve të mia, për shkak edhe se tashmë jam nën vetë, edhe pa diskutim që e shoh me një sy tjetër pjesëmarrjen e fëmijëve. Ajo thekson se ky konkurs ka dhënë një kontribut parësor në evidentimin dhe promovimin e talenteve të reja të Shkodrës. Pa diskutim, por mos më thënë që talentet që tashmë na nderojnë çdo skenë kombëtare dhe jo vetëm kanë dalë nga këtu, nga bilbilat e vegjël, nga qendra kulturore e fëmijëve. Pa diskutim që lot një rol të rëndësishëm dhe ajo që unë ditë them, që uroj ta shohin edhe prind, është që këto talente nuk kanë qenë gjithmonë fituesat. Kështu që mos demoralizohen edhe mos të mërziten, sepse e rëndësishme është punojnë fort edhe të jenë të vlerësuar, që pa diskutim në qendrën kulturore të fëmijëve, por çmimet shkojnë e vinë, kështu që mos t'i japin kësaj rëndësi. Sipas drejtuesve të qendrës kulturore të fëmijëve të Kujtim Alia Shkodër, faza e konkurrimit për këtë aktivitet përfshin rreth 1500 fëmijë nga shkollat e qytetit. Për aktivitetin final përgatiten rreth 30 grupe kori dhe afro 30 këngëtarë solistë.